janë marrë në pyetje protestuesit, por nuk jemi lejuar dhe është një drejtë ligjore që ne të njihemi me provat që në atë moment, sepse bëhet fjalë për arrestime në flagrancë. Kur unë arrestohem në flagrancë, minimalisht do më vije përballë prova e flagrancës. Dhe prova e flagrancës duhet të jetë aq koncize si provë, saqë të identifikoj edhe autorin, edhe veprën, pra veprimin konkret që ka çuar në veprën penale për cilën ti po hetohesh. Kur na zhvendosja në dispozicion, aty kemi parë që nuk kishte asnjë provë të vetme. Ishin vetëm raporte shërbimi. Dhe disa pamje filmike të marra nga Top Channel dhe jo nga media të tjera. Pra kjo ka qenë e gjithë dosja në atë seancë maraton. Kemi bërë, na është lënë kohë nga gjykata, mjaftueshëm, pothuajse 1 orë gati, që ne të njiheshim me provat, jemi njëjtë me provat dhe kemi bërë mbrojtjen për 19 arrestuarit tek për secilin. Në momentin që gjykata është tërhequr për vendim, kemi dalë në hollin e gjykatës dhe po prisnim aty. Kemi hapur derën dhe po rrinim në pjesën ku hyn edhe del stafi i gjykatës, dhe në atë moment që po rrinim aty, afrohet një person dhe filloi të bërtiste, të fliste, po në fillim nuk ja vum veshin se çfarë po thoshte. Por pastaj u afrua direkt aty ku ishim ne dhe thotë pse u ofroni mbrojtje ligjore këtyre plerave? Këta kanë godit shtetin. I thash zotëri çfarë ke? Ju drejtova dhe i thash se nuk e kuptoja se çfarë po thoshte në fakt. Dhe filloi të thoshte ju jeni kështu e ju jeni ashtu që për etik Flavio, pavarësisht se jam nga Vlora nuk mund ta them. Po jo, tashi kod edhe për një kontekst për publikun që na ndjek, çfarë ka thënë ky kaq të rënd? Ju jeni rob kështu, ju mua kështu, ju mua ashtu, nuk e them dot. Okej, me terminologji seksuale. Dhe kur ai tha ashtu, unë i thash turp të kesh kush je ti që na kërcënon, ai tha ju doni plumbin ball, unë se ashtu për ju, unë çfarë do t'ju bëj juve afro këtu, më thoshte. Edhe gjithë shka ndodhi në prezencën e forcave të rendit, se aty jashtë me mua dhe me kolegun tim Marash Logu kanë qenë paktën 10 policë. Në atë moment kanë dëgjuar zërin tim dhe protestuesit dhe kanë hyrë, kanë ardhur nga jashtë, se po prisnin jashtë ambienteve të gjykatës, kanë ardhur aty te dera e përparme e gjykatës dhe ishin të gjithë të çuditur se çfarë po ndodhte. Aty pastaj kur pan rrezikun, policia ka ndërhyrë dhe e ka marrë personin dhe e ka futur në ambientet e gjykatës dhe ka mbyllur derën e gjykatës, ku shihet deputeti Balliu që nuk ka qenë duke argumentuar apo duke u zënë me forcat e rendit siç doli në disa media që kërcënojnë gjykatë. Absolutisht s'ka patur asnjë incident aty me forcat e rendit. Deputeti Balliu po kërkonte të kuptonte kush ishte ky dhe çfarë po thoshte, sepse ai vazhdonte nga brenda shante dhe kërcënonte. Po mirë, policia pas ka mbrojtur, domethënë. Pasi na shau dhe na kërcënoi dhe unë reagova, po, policia ndërhyri për të mbrojtur atë, se nuk kishte na mbronte ne, sepse nuk është ai nuk mendoj se ai kishte marrë armët na goditën në atë moment. Por ishte shumë i shqetësuar zotëria dhe nuk është vetëm ai